Në momentin që unë kam marrë një telefonat nga djali që kemi bërë aksident dhe më duhej mua të lajmëroj ambulancën, ka qenë një moment shoku. Ka qenë realisht një moment shoku që nuk di të them. Unë jam natyrë e fortë, por që ky ishte realisht një moment shumë tronditës që mi ka shkundur mirë themeli. Përshëndetje miq të mamë, sot jam me mamin e Lionel dhe Kiarës. Është pikërisht Drilona Voçi, jam shumë e lumtur që të kam sot në mamë për të folur për dy fëmijët e tu, tashmë për adoleshencë njëkohësisht. Unë shpesh kam mama të cilat janë në fillimet me bebat e tyre dhe për të treguar eksperjenca, por sigurisht kemi shumë mama që na ndjeken, që i kanë fëmijët në moshën tuaj, që dua shumë të di eksperiencën tënde dhe pse jo duke u kthyer prej fillimit, prej shtatsënive të tua, Adriana. Si kanë qenë ato shtatsëni? Përshëndetje Orinda. Kënaqësi. Shumë faleminderit për ftesën. Në fakt më ke rikthyer shumë brapa në kohë, dhe që kur mora ftesën për të ardhur në emision më është dashur të mendoja ato momente se si kanë kaluar, sepse tashmë janë. E di. Kalojnë shpejt edhe ndërkohë fillojnë dhe shuhen avash dhe vetëm biseda të tilla na rikthejnë. Patjetër. Si kanë qenë për ty? Kanë qenë dy shtatzani të ndryshme nga njëra tjetra. Para do të thoja që ka pasur ato sfidat e të panjohurës, emocionet që ishin shumë ndryshe dhe realisht ka qenë një shtatzani deri diku do thoja e vështirë. Okej. Me djalin, ndërsa shtatzania e dytë pastaj shumë ka qenë me ti. Pse ka qenë e vështirë me Lionel? Pse? Ka qenë e vështirë sepse duke pasur një rrugtim të deri diku dhe të panjohur, pastaj dhe vështirësi fizike, nga muaji 7 pata një rrezik dështimi, i cili më detyroi edhe të shtrohesha në spital për rreth 2 javë. Okej. Kaloi, çdo gjë kaloi edhe. Se mund kishte ndodhur prej lodhjes apo për çfarë arsye mendoje aso kohë që në fakt mjekët thonin që është një rënje shtatzanisë poshtë dhe ishte rrezik. E kuptoj, rrezik. Kjo pjesë dhe duhet qëndroja qetë. Megjithatë, po të kujtojmë në shtatzanin tënde të parë, ti ke qenë shumë e re. Sa vjeç ke qenë? E vërtet. Sa vjeç ke qenë aso kohë? Kam qenë 17 vjeç. 17 vjeç. Dhe ka qenë me dëshirë. Patjetër. Ka qenë diçka që ju e keni dashur si çift. Ka qenë e menduar nga të dyne. Dhe pa diskutim që kjo ka pas edhe sfidat e veta në përballjen edhe me opinionin apo jo. Sigurisht. Më trego pak si ka qenë për ty. Ka pasur sfida të mëdha. Normalisht opinioni gjithmonë ka tendencën që kur janë disa gjëra le të themi në moshë të hershme edhe të përfliten, të gjykohen, patjetër, por që tek mua erdhi duke më forcuar. Realisht duke pasur ndjesinë që brenda kisha një krijesë brenda meje, unë isha shumë e lumtur për këtë fakt. Kjo ma forcoi rrugtimin tim për të vazhduar përpara edhe. E kuptoj. E kur filloi të dukej barku aso kohë? Ke qenë në fund të vitit apo? Kam qenë, domethënë barku filloi të dukej nga muaji 5-6, gjë që përkonte me muajt maj qershor të mbarimit të shkollës, të përfundimit të shkollës. Edhe pastaj pjesën tjetër e ke shijuar në shtëpi, pra nuk është se ke qenë shkëputur, por do të rikthehesh në vitin e 4 të gjimnazit apo jo? Patjetër. Do të riktheheshe. Patjetër. Dhe si e bërë? Se normalisht ishte rikthimi pas lindjes, sepse ti do të lindje në çfarë muaj? Në cilin muaj? Në shtator. Pra në shtator i bindi që të riktheheshe dhe në shkollë. Më trego pak si e menaxhove atë kohë. Ka qenë një periudhë me shumë sfida. Ka qenë një periudhë që më është dashur mbështetja e madhe nga familja ime dhe nga familja e bashortit. Dhe me mbështetjen e të dy prindërve tanë, domethënë të dy anëve, nga të dyja palët, që ka qenë jashtëzakonshme dhe realisht gjej rastin që t'i falenderoj të dyja mamat,
kam vazhduar shkollën dhe nuk e kam ndier atë peshën, atë përgjegjësinë që duhet isha vetëm unë dhe duhet të bëja njëkohësisht dhe zonjën në shtëpi mbase siç mund ta bëjnë shumë mama. Kam pasur shumë përgjegjësi të hequra. A të rriti para kohë ty? Kjo lindje? Po, më rriti para kohë. Rriti para kohë. Më rriti para kohë, sepse gjendësh përballë disa përgjegjësive që ti nuk i ke menduar, ti rritesh bashkë me këto përgjegjësi, gjendesh aty si një mamë. Mami ishte një fjalë shumë e madhe për mua në atë kohë. Vërtet. Edhe disa herë merr dhe si loj. Sidomos kur jena të mosh, po. Po, e merr dhe si loj, sepse nuk e kupton përgjegjësinë tamam, siç e kuptoj sot që jam 30 vjeç. Sot stepemi për të marrë shumë vendime, dhe sot është shumë ndryshe realisht në çdo lloj hapi që ti ndërmerr. Ndërsa atëherë kanë qenë gjërat më smooth. E merrje më lehtë. Normalisht plus që kishte edhe mbështetjen e prindërve që edhe ta bënin më të lehtë njëkohësisht këtë periudhë. Por mami si do që të jetë, me përgjegjësi, pa përgjegjësi, me ndihmë, pa ndihmë, ti do e bësh mamin me gjithë dhënien, do e bësh me atë gjumin e natës, pra ka probleme gjithsesi. Sigurisht, po. Si kanë qenë për ty këto periudha të gjithë dhënies apo të gjumit, për të mësuar, për të përshtatur? Të gjumit nuk e kuftoj kush është ky gjumi. Nuk ka më gjumë. Nuk ja njihni memrin. Ashtu, Realisht gjumi ishte një koncept i panjohur, sepse ka pasur realisht shumë të qara natën, dhe më merr të malli që të flija qoftë edhe një orë, sepse të flija e qetë flas pa dëgjuar në sfonda të zhurmën e të qarës, por është diçka që rregullohet me kalimin e kohës. Kalon. Por gjithëdhënia ka qenë problematike për ty, Drilon? Gjithëdhënia e kam dashuruar gjithëdhënien sepse është momenti më sublim, është momenti gjithashtu dhe më intim me fëmijën, në raportin nën-fëmijë, por ka pasur shumë sfida në rastin tim. Ka pasur shumë sfida, nuk ka zgjatur shumë. Kam pasur një periudhë shumë të shkurtër gjithëdhënie. Dhe pastaj kam kaluar tek qumshti formul. Pra, po që vështirësia ka qenë në pjesën, pra në prurje, kjo ka qenë problematika së kohë. Kam pasur problematika me gjirin. Nuk, për shembull, ditët e sot kur e shikon për shembull ditët e sotme ka shumë facilitete nga kjo anë, sepse ka njerëz që të ndihmojnë mami, që mund t'i marrësh në shtëpi, që të mësojnë apo kurse që të trajnojnë më përpara se si ti t'i japësh gjithë dhe bëhet gjithçka edhe më e lehtë. Apo jo. Mamat sot janë realisht me shumë fat sepse kanë informacion të gjithanshëm, kanë pajisje nga më të ndryshmet që i ndihmojnë në pjesën e gjithëdhënies, ndërsa në atë kohë ka qenë pak më problematike kjo pjesë. Cilat kanë qenë elementet që të kanë ndihmuar, se përmendë pajisjet, po çfarë të kanë ndihmuar ty? Ke pas kameran, ke pas një pompë manuale, cilat kanë qenë këto që ti ke përdorur asë kohë? Këto kanë qenë, le të themi. Kemi pasur një pompë manuale, ndonjëherë ndonjë ndihmë shkoje tek spitali dhe mami të ndihmonin pak me ato masazhet ose ato janë të rëndësishme, po. Po, kjo ka qenë. Këto kanë qenë të vetmet forma se si ti mund ta menaxhoje në një farë forme. Lindjet përgjithsisht të dyja kanë qenë pozitive? Do të thoja deri diku të mbara. Me djalin sigurisht sfida ka qenë më e madhe. Me djalin kam pasur më shumë vështirësi. Ndërsa me vajzën ka qenë shumë më mbar, shumë më mirë. Kuptoj. Do të thënë ka qenë vështirësi, le të themi ke pasur një lindje natyrale, cesarian, si? Natyrale kanë qenë, të dyja lindjet kanë qenë natyrale, por me djalin kam pasur shumë vështirësi sepse mbas edhe mosha e vogël, nuk di të them, por që ndodhi që plasën ujrat edhe pastaj u gjenda në spital që nuk po vinte ai momenti i lindjes edhe kanë zgjatur shumë orë. Kanë zgjatur shumë, po, këto procedurat kanë zgjatur shumë dhe ka qenë një lindje që deri diku kam rrezikuar dhe jetën. Vetëm jetën e të dyve apo vetëm me djalin? Vetëm me djalin. Pastaj me vajzën ka qenë shumë lindje mbar. Ka qenë shumë mirë.
Ndërkohë, sfida me shëndetin keni pasur se në çdo fëmijë mund të ketë sfida, qoftë edhe virozat janë sfida për prindërit. Këto janë të pashmangshme. Virozat nuk i quajnë fare tashmë sfida, sepse janë për të kaluar. Janë për të kaluar dhe janë pjesë e imunitetit, ciklit. Por kam pasur sfida. Kemi pasur sfida në moshë fare të vogël madje dhe nga një temperaturë e cila ishte paralajmëruese në fakt e diçkaje që do të pasonte më vonë, deri në një ndërhyrje kirurgjikale 2 herë brenda një jave. Çfarë thua? Të djalit në këtë rast? Po, të djalit. Edhe si e kujton atë moment? Ka qenë një moment i trisht realisht shumë, sepse ai ishte vetëm 6 muaj, 7 muaj, domethënë 6 muaj gjys diçka e tillë. Dhe në atë moshë shumë i vogël. Në atë moshë ai nuk ka gojë të flasë dhe të tregojë që ku i dhëmb, çfarë ndjesish ka dhe ti duhet përpiqesh ti kuptosh të gjitha ndjesitë e fëmijës. Sinjalet që t'jep. Dhe di të them që e kam përjetuar shumë. Ka qenë një periudhë që nga makina ngjitesha lart në spital sepse ishte në reanimacion. Dhe pastaj nga spitali po në makinë. Nuk e lëvizur nga spitali. Nuk lëvizja fare nga spitali. Pasi s'mund të rije edhe brenda aty se për shkak të reanimacionit. Ishte reanimacion, po nuk lejoj që të rije gjatë gjithë kohës. Imagjinoja që vogël. Dhe ka qenë shumë stresuese. Dhe këtu gjej realisht rastin që ti them çdo mamë që të jetë shumë vigjilente ndaj fëmijëve, sidomos kur janë të vegjël. Edhe të kontrollojnë çdo temperaturë, çdo ndryshim trupor, sepse asnjëherë nuk i dihet. Dhe nga gjëra të vogla vijnë gjëra të mëdha. Kjo është shumë e rëndësishme, në fakt që t'jemi shumë të kujdesshëm në këtë pikë. Sigurisht që ndonjëherë mamat edhe mund ta egzagjerojnë, sepse është edhe tendenca, po ndonjëherë thonë që mama e di më mirë se gjithë të tjerët, kur bebi ka një shqetësim. Ka ndjesi, janë sa ndjesi të brendshme që vijnë natyrshëm, nuk shpjegohen. E cila vjen. Ka një histori emrat e secilit prej tyre apo thjesht erdhën ashtu siç erdhën? Kanë histori, sepse kanë qenë fëmijë të dëshiruar të dy dhe mezi kemi pritur. Në vitin që ka lindur Lioneli, 2007, ka qenë viti ku Leo Messi ka qenë në kulmin e karrierës së tij. Tani unë nuk marrë shumë nga futbolli, po mbaj mend që a ka fituar një top të artë apo diçka e tillë. Dhe meshkujt e shtëpisë, bashorti, kunati, vjeri, ishin me këtë idenë që ti vendosim emrin Lionel, që të bëhet i famshëm dhe të bëhet futbollist i mirë si Leo Messi. Pra ju shkruajtët fatin Lionelit? Ja shkruajtëm. Që në emër. Le të themi që ishte diçka që një indicie e dham. E kuptoj. Ndërsa për Karen, pastaj je ti guilty. Pastaj për Karen jam unë. Kam lexuar disa libra që ishin libra vetëm me emra. Okay. Dhe më pëlqenin shumë emrat italian. Dhe emri Kiara në veçanti më vinte shumë bukur, sepse ishte emër i pastër, emër i thjesht në shqiptim. Nuk linte shumë vend për konfuzion ose për keq përdorim të emrave. Interpretim. Po. Marrësh. Dhe aq më tepër që emri Kiara do të thotë bardhësi, do të thotë pastërti, ishte edhe emër aristokrat italian edhe më pëlqeu shumë. Ti më thënë përpara që Kiara ka qenë e mbar edhe në Shtatzani, por në pjesën tjetër, në ato netët pa gjumë me Kiarën, domethënë se ti sapo e merr veten nga një fëmijë që fillon të rritet edhe fillon të stabilizoj pjesën e gjumit, që ishte 17 vjeç, vjen pastaj me Kiarën pas sa vitesh? Pas 4 vite 4 vitesh, pra logjikisht kishe hyrë në një rutinë të mirë. Pra duket sikur e ka harruar atë pjesën e fillimit edhe fillon çdo gjë nga e para. Por kësaj herët ishe në universitet dhe sërish duhet ta ndaje mëmsinë me fëmijën e dytë që kishte ardhur, por ka qenë mbar. Ka qenë mbar, vetmja le të themi përgjegjësi më e madhe ishte fakti që tani ishe mamë për herë të dytë. Nuk duhet i ndaje. Po, duhet të ndaja pak përgjegjësitë mes njërit edhe tjetrit, por Kiara ka qenë mbar. Cila ka qenë fjala e parë që ka thënë Kiara? Kiara ka thënë ba.
E prisje? Jo, nuk e prisja. Nuk e prisja sepse isha tërkohës je më prezente. Nënat janë gjithkohës më prezente dhe nuk e prisja. Dhe në një farë mënyre u zhgënjeva për momentin dhe thash, por që vajzat ditë që janë të baballarëve. A e ke qenë aty kur ka hedhur hapat e parë? Sigurisht. Ke qenë aty, e ke parë, domethënë kur ka hedhur hapat e parë. Edhe të Lionelit? Patjetër. Te të dy. Lioneli tha ma apo ba? Lioneli tha ma. Lioneli tha ma, të paktën këtu jemi. A beson ti këtë gjë se thonë që kur thon ma do sjelli gocën, kur thot ba do sjelli çunën. Është një mit kë. Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj. Nuk e besoj si mit këtë. Unë mendoj që fëmia është një dhuratë shumë e madhe që na e sjell Zoti dhe sigurisht ne nuk kemi pjesë në këtë. Gjinia pastaj thjesht vjen, ne mirëpresim. Shpesh me qenë se dolëm te mitet, je përballur shpesh me mitet të ndryshme që ti thonin qoftë nënat e shtëpisë, pra mamat, vjerra, kupton që mund të kishte dëgjuar edhe qoftë edhe për syrin, flisnin në shtëpinë tuaj për këtë gjë? Po diskutohej diçka me aq sa mund të mbaj mend. Ka pasur mite të ndryshme të tipit ti vendosësh një hudhër fëmijës kur vinë për ta vizituar ose mos të dalësh natën kur je brenda 40 ditëve që quhesh lehon. Mos të dalësh natën nga shtëpia, kanë qenë këto mitet. I ke respektuar ti? Jo. Nuk i kam respektuar sepse unë nuk jam supersticioze. Nuk më pëlqen ti respektoj këto mitet. Rilon, më thuaj pak, vendimi yt për të bërë në moshë aq të re. Si ndikoi tek prindërit e tu? Si e kujton atë kohë? Çfarë reagimi patën? Në momentin e parë që kur i the që jam shtatësan, ky është vendimi im. Apo atëherë e para nuk jo kam thënë unë, nuk e kam përcjellur unë fare lajmin sepse nuk e kisha atë forcën për të ja thënë unë direkt e mamit. Kanë qenë mbështetje shumë e madhe. Realisht kanë qenë mbështetje shumë e madhe, por në momentin e parë që mami e ka dëgjuar lajmin, ka heshtur dhe ka qenë është shumë e vogël, nuk jam gati. Edhe thonë, po pse? Pse ka shpejt? Dhe me thënë, në një farë forme, dhe me thënë, kishte një farë revolte dhe nuk ishte dakord ta shpejt, por pastaj pati një përgjegjësi shumë të madhe sepse ishte krah me gjatë gjithë kohës. Kush ja tha? Ja tha Kristiani? Jo, ja tha mami Kristianit. Sepse mori me entuziazëm shumë të madh për të ndarë lajmin. Dhe mami mbaj mend kam qenë prezent aty kur e kam marrë në telefon edhe nga ana tjetër e telefonit që ishte totalisht e shtangur dhe nuk dinte se çfarë të reagonte. Këto kujt i ngjan më shumë njëri apo tjetri? E keni në shtëpinë tuaj? Fëmijët. E kemi, por unë mendoj që të dy fëmijët kanë marrë nga të dy neve, domethënë janë një mix. Janë një mix. Po ama përpara të shqetësoni për shkakun kur dikush thoshte i ngjan Kristianit, ndërkohë që ti dohet që të ngjante ty, apo kur e kemi mirë të balancuar këtë pjesë. E kemi mirë të balancuar edhe me vajzën dhe me djalin e kemi mirë. Mirë. Tashi pjesa e gjumit dhe gjithënjes ne e folëm pak a shumë, ti nuk e njeh gjumin, po tani e njeh, kanë kaluar kohë, tani e mirë. E bën gjumin e bukurisë tani? Tani e bëjmë gjumin e bukurisë, tani kemi kaluar në faza të tjera, ata janë adoleshent të dy, mundësisht duan privatësinë e tyre. Kështu që edhe gjumin e duan si e duan ata. Edhe ne kemi kohën tonë tani. Fëmijët në dhomë vete, kur i ke ndarë? Në fillime i kam mbajtur pranë vetes. Për sa kohë ke vendosur? Për një periudhë rreth 6 mujore. Okej. Rreth 6 mujore i kam mbajtur pranë vetes. Pastaj kam filluar gradualisht duke i lëvizur nga dhoma, por jo çdo natë. Domethënë ka filluar shumë graduale dhe ndarja tamam lëvizja nga dhoma ka qenë rreth pas një viti do thoja, një vit e pak. Domethënë nuk ka qenë le të themi drastike e menjëhershme. Janë rikthyer në shtratin tënd më vonë? Riktheheshin, por jo për të fletur. Riktheheshin, pëlqenin, preferonin që her pas here të qëndronin ose të bënin gjumin e drekës.
por jo gjatë natës. T'ja rinisësh shkollën kur ti ke bebin e vogël, si ka qenë për ty? Se pastaj përfundimi i shkollës do sillte edhe në kalimin e një profesion, pa diskutim, të sigurisht që këto janë etapa që janë pak të sikletshme, në ato shtok tu edhe fëmijët bëhet akoma më shumë rëndes. Atëherë, unë baj mend që kam qenë në shkollë të lartë kur pas ardhjes së Kiarës. Lioneli ka qenë i rritur, do thoya mjaftueshëm për tu stabilizuar me pjesën e shkollës të kopshtit dhe pjesën më të madhe të ditës ishte në kopësht, ishte me aktivitet, kishte një aktivitet dhe Kiara pastaj ka pas bërë vitin, mbaj mend që ka pas bërë vitin kur ka filluar dhe angazhimin full time. Full time, pra në shkollë dhe në punë. Në të njëjtën kohë. Pra ti nuk ju ndave profesionet, pra pse e kishe të nevojshme këtë gjë? E kam pasur të nevojshme gjithmonë pjesën e profesionit dhe pjesën e shkollës dhe doja t'ja thoja çdo mamë tjetër që fakti që ti bëhesh mamë, që bëhesh nën, është një gjë shumë e bukur, por kjo nuk duhet të ndalojë që ti të rritesh profesionalisht. Me drejt. Domethënë, mendoj që femra duhet të merret edhe me këtë pjesën tjetër, sepse në qoftë se ti nuk vazhdon të rritesh profesionalisht, kjo do të jetë pastaj një mangësi e trashëguar tek fëmia më vonë. Për te i mungesave të tua si individ, që normalisht mund të vinë me kalimin e kohës, por e gjitha kjo transmetohet edhe tek fëmia. Ndërkohë sa i përket vaksinave, ke qenë rigoroze me secilin prej tyre? Shumë rigoroze, shumë rigoroze. Nuk e di nëse i kanë akoma mamat sot si funksionon sot. Nuk jam shumë updateuar me këtë pjesë, por atëherë kemi pasur ca fletore. Me fletore janë dhe sot, po. Fletore që jepeshin nga spitali që në momentin që dilje nga spitali me beben dhe mbaja gjatë gjithë kohës shënime për të gjitha datat që përkonin dhe lija orare përpara tek konsultoret e... Kishe konsultore të shtetit, që nuk u zgjodhe privatet e me aso kohë. Kam zgjedhur konsultoret e shtetit. Mirë, sot flasim shpesh sepse ju jeni tani në një moshë adoleshencë dhe është pak e vështirë qoftë edhe rritja dhe format ka ndryshuar të edukimit, ndonjëherë thonë fëmijë me manual, sepse aq shumë informacion sa marrim nga interneti mund të korrigjojmë veten tonë edhe kur bëjmë ato gabimet sot që flasin, sepse kemi kaq shumë informacion, ndërsa atëherë kur ka lindur Lionel apo dhe Kiara kanë qenë çik të reduktuara. Megjithëse nuk ka kaluar shumë kohë kur prindërit kanë filluar që të aplikojnë të prindërimin e butë. Ti ke qenë më shumë pro kësaj apo gjithsesi ishe strikte dhe shumë e rrept me të dy fëmijët? Qoftë ngrihet ndonjëherë dhe zëri, domethënë, për të rregulluar situatën. Mendoj që komunikimi është çelësi i çdo gjëje dhe në çdo kohë. Në kohën me manual dhe në kohën pa manual. Nga manualet janë të pashmangshme për të parë dhe për të ndikuar, sepse të gjithë ne prindrit kemi ato frikrat tona nëse po i bëjmë gjërat siç duhet apo nuk po i bëjmë siç duhet. Por unë jam bazuar shumë tek komunikimi me fëmijët dhe jam munduar shumë që t'ju krijoj një mjedis ku ata të ndihen lirshëm për të folur. Kush është më strikt në familjen tuaj? Ti? Unë jam më strikte. Vërtet? Është i butë kësaj me fëmijët shumë, Është shumë i butë. Është shumë i butë. Sidomos me Kiarën, ja ka marrë zemrën totalisht. I sjell kjo konflikt her pas here mes jush. Unë jam strikte, por gjithmonë pas momentit që komunikimi nuk ka bërë efektin e duhur mjaftueshëm, mendoj. Atëherë është momenti për të vepruar. Për të ndërhyrë. Kjo është e rëndësishme. Që të ndërhyjmë edhe në momentin e duhur për t'i dhënë edhe mesazhet e fëmijëve për këtë gjë. Ke përdorur dënimet për secilin në momentin që nuk ja ke dalë dot, për shembull, qoftë të heqjen e një objekti teknologjik apo televizori, një aktiviteti që ata e duan shumë. Kjo ka qenë forma realisht që unë kam përdorur me të dy fëmijët. Në momentin që po themi nuk janë bindur për veprime të caktuara,
Ose nuk janë sjellë mirë, për shembull. Kanë vepruar duke ju hequr ato që ato kanë dashur më shumë. E kuptoj. Nga momenti i tyre i argëtimit. Si e kem menaxhuar atë situatë? Jo, nuk dua, ka pasur rebelizëm. Patjetër që ka pasur rebelizëm, por mendoj që prindrit duhet që të jenë edhe të duruar shumë. Domethënë duhet të jesh i duruar sepse ai është momenti ku ti mund të thyhesh si prind dhe mund të thuash që okay, më vjen keq, për shumë ta mendosh me vete, këto janë gjitha ato bisedat që i bën me vete. Më vjen keq ose ndihesh me dobët para faktit që mund të filloj të qaj edhe të përplasi këmbët, por mendoj që kjo është një fije holl peri që bën atë diferencën edhe fëmia pastaj e kupton që jo është jo, edhe po është po. Sa ka ndryshuar veshja jote pas lindjes së fëmijëve dhe në vazhdimsi sot? Si ka ndryshuar? E lidhur me fëmijët, nuk do thoja që ka ndryshuar, por në raport me kohën dhe me vitet, patjetër që ka ndryshuar. Nuk kanë qenë ndikues fëmijët tek ndryshimi i veshjes, sepse duke qenë se unë linda herët, i kam veshur minifundet, edhe më kanë pëlqyer shumë. Po, edhe të shkojnë. Kështu që nuk kam pasur, le të themi, këtë merakun mos i vishte tani, po, se tani e mami edhe nuk duhen veshur. Jo, i kam veshur. Por ke pas komente të tilla? Jo, nuk kam pasur. Nuk e pasur asnjëherë. Nuk kam pasur sepse pjesa më e madhe e njerëzve kur dilja jashtë familjes nuk e dinin që isha mamë. E kuptoj. Kjo ishte diçka e brendshme që e dinim neve ose miqt familjarë të afërmit. Mirë, jeni familje shumë e bukur, shikoj që këtë pjesën e influencës tënde, e qoftë dhe në mod, në fashion, ti e ke përcjell edhe te fëmijët njëkohësisht. Shumë faleminderit. E shikojmë edhe kur keni bërë fotografi, edhe pse i keni reduktuar këto kohë, fotografitë si familje dhe besoj që kjo vjen me adoleshencën e fëmijëve apo jo. E vërtet, Është vërtet kjo gjë? Është e vërtet. Është e vërtet sepse kur janë të vegjël ti do të bësh sete fotografike, do t'i përfshish gjatë gjithë kohës në faqen tënde të rrjeteve sociale, në fund fare. Po, patjetër, por në momentin që ata fillojnë të rriten, duan privatësinë e tyre. Nuk ju pëlqejnë shumë fotot që ne bëjmë gjatë gjithë kohës, dhe në shumë raste janë që ose më mbulo fytyrën mua ose unë nuk dua të dal, nuk dua të jem prezente dhe ne respektojmë privatësinë e tyre. A të kishte shkuar mendje që do vinte kjo ditë? Jo, duke i parë destinatyra, që e pëlqenin fotografinë dikur, e kishin qef atë momentin që ju kishit bashkë. Ato ende kanë qef, po sipas mënyrës tyre. Okej. Sepse tashmë janë një gjenerat që edhe fotot i duan ndryshe, nuk i duan si ne. Okej. Por nuk e besoja që do të vinte ky momenti realisht, duke pasur edhe një distancë jo shumë të madhe në moshë me ta, mendoja që këtë pikë do ta kuptoja. Do puqeshit. Do ta kuptoja, por ndodhi që jo. Nuk e kuptoj, do të thënë, dhe shpeshherë i merr leje tashmë kur poston një foto në profilin tënd. Patjetër, gjithmonë. Dhe i pyet të pëlqen kjo fotografi, si ndodh si diskutim? I diskutojmë dhe i them që më pëlqen kjo fotoja, dua ta përdor në Instagram, në rastin konkret, dhe duhet të marr gjithmonë përgjigjen nga të dy fëmijët nëse ju pëlqen apo jo. A ke ndërhyrë në profilin tënd personal për të fshirë foto pasi u rritën ata të kanë kërkuar që të lutem fillo fshi këto fotot që kemi pas bërë përpara bashkë? Po? Po, na ka ndodhur dhe kjo. Ko të thash të, se po e mendo pasi me qenë se është brezi i tillë që fillon edhe... Po, ka ndikuar sepse e shohin veten ndryshe tani. Tani janë të rritur dhe e shohin veten, si kam qenë kur kam qenë e vogël, nuk dua që kjo të janë në fazën që e duan çdo gjë perfekt. Okay. Adoleshenca është barabart me perfeksionin dhe me çdo gjë tjetër që del rrugës, drejtojnë gishtin. Dhe kur drejtojmë gishtin, bëhet fjalë edhe për pullëzimin dhe adoleshenca dhe pullëzimi. Për adoleshenca njëkohësisht se fillon shumë herët, në fakt kjo pjesa e pullëzimit. Mos them që në kopë është, por megjithatë këto janë egzagerimet që vijnë pastaj edhe gjatë periudhës nëntëvjeçares apo gjimnazit. Si e keni menaxhuar këtë pjesën? Janë ndjerë fëmijët ndonjëherë të pullizuar nga ato që ti ke parë, dhe si e ke menaxhuar këtë pjesë në shtëpi? Shika, bullizimi mendoj që është një temë shumë e ndjeshme, është një temë që asnjë prind nuk duhet ta anashkaloj ose duhet të bëjë një punë bindse me fëmijën e vet.
sepse përgjithsisht jemi të prirur të drejtojmë gishtin nga tjetri, pa kuptuar sa punë kemi bërë me fëmijën tonë. Mendoj që duhet bërë shumë punë me fëmijën për të arritur pastaj të rritet i shëndetshëm, në midis shëndetshëm, siç e thash dhe më përpara, që të ndihet i lirë të flasë dhe të shprehë të gjitha ndjesitë e veta. Gjithashtu çdo ndryshim tek fëmia në sjellje duhet prindi të jetë vigjilent dhe që të kuptoj nëse po ndodh një ndryshim për mirë apo po ndodh një ndryshim për keq. Mirë, ndërkohë më përmend pak më përpara edhe pas përfundimit të shkollës, në aktivitete jashtëshkollore, por gjithashtu edhe në kampe verore, por që janë shkollë verore në fakt, I ke përfshirë fëmijët? I kam përfshirë. I kam përfshirë sepse pse ky vendim? Se thë mbaroj shkolla, aman, jepi çik qetësi, thon njerëzit se mbaroj do filloj prap shkolla. Po kjo qetësia pas mbarimit të shkollës është vetëm duke qëndruar në telefon, iPad, laptop edhe nuk e shikoj si zgjidhje, sepse pushimet e verës realisht nuk zgjasin 3 muaj, zgjasin 1 javë ose 2 javë në momentin që ti do lëvizesh për pushime. Kështu që edhe kjo periudha duhet planifikuar, duhet organizuar shumë mirë, që fëmijët të mos jenë gjatë gjithë ditës bosh, të jenë të lirshëm dhe unë kam përqafuar shumë shkollat verore. Është një diferencë mes kampeve dhe shkollave verore. Kampet verore janë më shumë, le të themi, argëtuese për fëmijët, duke u marrë me aktivitete të ndryshme, ndërsa shkollat verore janë edukative. E kuptoj. Në fakt mungojnë në Shqipëri. Kanë tentuar të bëjnë diçka të ngjashme mes kampit dhe shkollës, po nuk do të thoja shkolla të mirëfillta. Çfarë nuk kupton një shkollë të mirëfillt verore, se ti e njeh nga fëmijët? Çfarë bëjnë? Një shkollë mirëfillt verore është shkollë. Është shkollë tamam. Pra merr një certifikat në fund, po, patjetër, merr një certifikat në fund, funksionon si shkolla gjatë vitit akademik, por është më e lehtësuar, le të themi, nga ana akademike dhe gjithashtu në mësime përfshin forma të ndryshme mësimdhënie të tipit me ekskursione, të dalurit në natyrë, socializimi mes njëri tjetrit të shumë më i madh dhe mendoj që kjo ndikon jashtëzakonisht shumë në formimin e fëmijës edhe në marrjen e një kulture më të përgjithshme, më gjithëpërfshirëse. Pra për ty ka qenë një eksperiencë pozitive? Ka qenë shumë pozitive. Dhe nëse dikush do dojë ndonjë ide biznesi në Shqipëri, kjo është një ide shumë e mirë. Shumë e mirë, në fakt sepse mungojnë në Shqipëri. Drilon, unë shoh shpesh që bashkë me Kristian ju përpiqeni të përfshini në besim fëmijët. Pra, sa e rëndësishme është ti rrisesh në besim fëmijët dhe për t'ia përcjell këtë gjë? Si e ke parë ti këtë? Unë mendoj që kjo është shtyllë e familjes. Është një gur themeli shumë i fortë. Është një nga gjërat më të rëndësishme që familja jonë bën dhe unë jam realisht shumë krenare që e kemi trashëguar tek fëmijët besimin, qoftë unë, qoftë Kristiani. Dhe ju frekuentoni kishën të dielave? Patjetër. E keni mësuar me këtë lloj rutine të fëmijës? Po, patjetër. Por ka gjithmonë një rast të tillë. Në momentin që vjen adoleshenca, fëmijët, sidoqoftë sa do ngushtë mund të kenë qenë gjatë gjithë kësaj periudhe në besim, adoleshenca shpeshherë mund të jetë edhe tunduese. Por si ka qenë për fëmijët? Adoleshenca është patjetër tunduese për çdo kënd, por dhe sa i ka ndihmuar besimin? Por besimi i ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Sepse duke vajtur çdo të diel ka një mesazh ndryshe. Dhe mesazhet që ata dëgjojnë ose në ndonjë fragment tek tuk edhe nëse nuk kanë qenë të vëmendshëm, mjaftueshëm, ne këtë e flasim pas momentit, e flasim dhe e trajtojmë në shtëpi në formë bashkëbisedimi për mesazhin e ditës, pra si ishte mesazhi i ditës së diel. Edhe kjo gjë i ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. I ka ndihmuar për të qenë edhe më shumë empatik, siç e thash më përpara, me shoqërinë. I ka ndihmuar për të reflektuar ndryshe, për të menduar ndryshe ndaj qasjes që kanë me personat që kanë, me individët që kanë përballë. Kjara po i afrohet moshës tënde kur e ke lindur Lionelin. Si po ndjehesh ti dhe si mund të ndjehesh ti nëse një ditë
kur ajo fiksi afrohet moshës 80 milionit, thotë, mami kam rënë në dashuri, kam mbetur shtatzan. Unë jam shumë e lumtur njerë që Kiara po arrin t'i afrohet moshës time, sepse përveç se vajzë unë Kiarën e kam një shoqe shumë të mirë. Është një influencer që do jetë akoma më e mirë se unë dhe do m'japi mend për çdo gjë. Kiara është shumë e zgjuar. Kiara është një vajzë vërtet e zgjuar dhe unë kam besim të plot në zgjedhjet që Kiara do të bëj. Dhe nuk do t'i mungoj mbështetja ime në asnjë moment, do jem mbështetja e saj më e madhe çfarë do lloj vendimi të marr dhe kurdo që të vinë vendimet e Kiarës. Sepse dashuria nuk njeh moshë. Patjetër. Nuk mund të ketë një kohë përcaktuese që kur Kiara do të vendosi të bëhet nën apo jo. Patjetër, po ti si mami Drilona nga ana tjetër Unë do jem mbështetja e saj. Unë do jem mbështetja e saj. Do jesh gjithsesi mbështetja e saj. Mirë. Drilon, ju keni kaluar një moment shumë të vështirë, muajt e fundit. Aksidenti i fëmijëve, Kristianin të solli një periudhë shumë të vështirë. Familjes tuaj, ty, dhe a mund të pakujtosh pak atë ditë para se ata të niseshin për rrugë? Si ka qenë? Këtu nuk di vërtet, sepse ka qenë momenti im më i vështirë që mund të kem kaluar realisht në jetë. Ishte diçka që as në ëndra nuk e kisha imagjinuar. Kemi parë filma pa fund, as në ëndrën më të keqe nuk e kisha imagjinuar dhe në momentin që unë kam marrë një telefonat nga djali që kemi bërë aksident dhe më duhej mua të lajmëroj ambulancën, ka qenë një moment shoku. Ka qenë realisht një moment shoku që nuk di të them. Unë jam natyrë fort. Nuk jam vajzë e brisht, nuk jam ajo vajza timide, por që ky ishte një moment shumë tronditës. Ky ishte realisht një moment shumë tronditës që mi ka shkundur mirë themelet. Si ka qenë ajo ditë, kur ato u nisën për rrugë? Nuk është se e bënin për herë të parë, e kanë bërë shpesh, janë larguar. Absolutisht, e kanë bërë shumë shpesh. Kristiani është shumë mirë në timon, është shumë i kujdesshëm. A kishe ti atë ndjesi? Elona, kishe një ndjesi që të thriste, që diçka nuk ishte? Është shumë e çuditshme, sepse ata janë nisur herët. Janë nisur rreth orës 5 të mëngjesit, dhe shumë e çuditshme fakti që unë prisja një telefonat nga ai. Nuk e kuptoj pse. Domethënë ishte çdo gjë okay, unë i përcolla, hëngrën mëngjes si çdo ditë dhe nuk e di pse kisha bindjen që do mbinte telefoni. Mund kishte, mendoja unë që mund të harronte diçka ose nuk e di për çfarë arsye, mendoja që mund të më binte telefoni dhe nuk u riktheva sërish që të flija, sepse kisha një hapësirë. Po. Dhe kur më ka rënë telefoni, mendoja që ishte kjo ndjesia ime, që ai po më bie telefonit për diçka që mund të ketë. Dhe kur më ka dalë djali në telefon dhe më ka thënë, nuk jemi mirë, babi nuk është mirë, nuk e di, më është shembur bota. Dhe çfarë ndodhi më pas atë ditë? U nisa drejt, ka qenë në Lushnjë dhe më sa kujtoj? Patjetër, po. Kam lajmëruar babin, kam lajmëruar të gjithë familjen e Kristianit që të vinin, jam nisur vetë direkt dhe i kam gjetur tek spitali në Lushnjë. Fëmijët kanë qenë, nuk e di, ishin shumë keq realisht psikologjikisht për momentin dhe me 2 batanie të hedhura sepse ka qenë një ditë me shi, një ditë e ftohtë dhe me ato shapkat që u kishte dhënë spitali sepse ishin për gjithë balt. Preshiot, po. Dhe Kristianin shkoj dhe i gjej në një dhomë urgjence të ftohtë, që ishte i qepur i gjithi. Kjo ndarja jote në atë kohë si u bë dhe sigurisht në të njëjtën kohë ti duhet ndiqje shëndetin e tij, ti qëndroje afër, po ndërkohë dhe shëndetin psikologjik mendor të fëmijëve, sepse ishte traumë, sapo kishin kaluar një traumë. Ka qenë traumë shumë e madhe dhe unë kam qenë prezente gjatë gjithë kohës në spital. Për një muaj e gjysmë,
sa ka qëndruar Kristiani, kam qënë gjatë gjithë kohës aty. Në dhomë me të, pa lëvizur fare. Pjesën e fëmijëve pastaj ditë them që ju thoja shumë shpesh që të vinin aty, ta shikonin situatën, sepse duke e parë çdo ditë të paktën në perceptimin tim mendoja që nuk e kanë atë ankthin ose atë merakun që çfarë po ndodh, çfarë s'po ndodh. Pra janë të informuar dhe ata, marrin pjesë edhe ata. Dhe flisja shumë shpesh në telefon me fëmijët, sepse e di që ishin mes shkollës, mes pyetjeve pafund në shkollë, që çfarë ka ndodhur, çfarë s'ka ndodhur, sepse u bë edhe mediatike. Po, u bë, po. Dhe ata normalisht janë të vegjël, nuk e kishin, ata ishin gjatë gjithë kohës me traumën e tyre në kokë dhe nuk kishin dëshirë që të flisnin me njerëz, që të fillonin dhe të shpjegonin si ndodhi, çfarë ndodhi. Por A e sigurova atëherë një psikologë fëmijëve? Kam vajtur vetë në fakt. Kam vajtur vetë për të marrë disa këshilla që si duhet nëse duhet t'i çoja fëmijët, ose si duhet të sillesha unë me fëmijët në atë rast. Sepse unë isha dhe vetë me traumë, isha dhe vetë e shokuar nga gjithë situata dhe nuk isha e kthjellët për të vepruar në ato momente. Por me këshillat e psikologës që realisht ka qenë shumë me vlerë për mua, nuk i çova pastaj, vendosa të mos i çoja fëmijët në psikolog. Dhe vendosa të punoja vetë me ta, duke ndjekur udhëzimet që psikologja më kishte dhënë. A trëmbesh natën? Në fillim po. Në fillim po, kanë pasur siklete, gjatë gjumit natës nuk kanë pasur gjumë të qetë asnjëri as tjetri, por kaloj, pas ditëve të para, javëve të para kaloj. Je gati t'ja nisësh një fëmijë të tretë? Je shumë e re. Shiko, populli thot një shprehje, kur mos thuaj kur. Po. Por ne kemi thënë jo. Vërtet? Ne kemi thënë jo. Ke thënë ti, apo keni thënë bashkë jo? Shiko, tani gjërat bën bashkë. Por që njëri më shumë dhe tjetri më pak, unë jam më shumë për jo. Ja. Unë kam qenë më shumë për jo. Po fëmijët, çfarë mendimi ndajnë? Fëmijët e duan, e duan, sidomos vajza. Sidomos vajza, i pëlqen. Vajza është shumë natyrë ndjeshme, është Klara kujdeset shumë për fëmijët, për njerëzit. Kur shikon beba, ka gjithmonë atë dëshirën për të kujdesur. E kuptoj. Por jo. Jo. Por jo. Nuk ka gjë që ta ndryshon mendjen. Jo, është një fazë që ka kaluar tashmë dhe do ishte shumë për mua, do ishte rikthim në kohë. Mua më merr malli kur fëmijët e mi kanë qenë të vegjël dhe unë momentin që erdha këtu pa ata një ndjesi, domethënë të asaj drilonës që ishte me beba të vegjël, por i përket një periudhe të shkuar, edhe i bie që do rikthehesha mbrapa në kohë. Tani kemi fokuse të tjera, qëllime të tjera, do shikojmë, do ndjekim sukseset dhe arritjet e fëmijëve tashmë, ata nuk janë të vegjël edhe do dalim. Dhe uroj të shohësh sa më gjatë suksese dhe të shohësh më të mirat prej tyre dhe të shijosh. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishe në mam. Faleminderit ty për ftesën.